Përshëndetje. Njoftimi i kryeministrit Rama për ngritjen e një kampusi studentor në Durrës, i cili sipas tij do të strehojë edhe studentët e Tiranës dhe do të zgjidhë problemin e qirave të larta në kryeqytet, është një tjetër përpjekje për të zhvendosur vëmendjen nga dështimet e thella të arsimit të lartë publik në Shqipëri. Në vitin e 13 në pushtet, kryeministri që i ka lënë studentët dhe arsimin e lartë në gjendje mirane, pretendon se ka gjetur zgjidhjen e artë, largimin e studentëve nga Tirana drejt Durrësit, bashkë me trenin e tij imagjinar që ja prodhoi diella. Ky eksperiment i radhës do të ketë pasoja të drejtpërdrejta, uljen e numrit të studentëve në universitetet e Tiranës dhe përkeqësimin e kushteve të studimit. Studentët që jetojnë në Durrës dhe në zonat përreth Durrësit humbasin mbi 4 orë në ditë vajtje ardhe për të ndjekur studimet në Tiranë, gjë që ndikon drejtpërdrejt në cilësinë e studimit dhe në jetën e tyre akademike. Pasi mashtroi studentët me ndërkombëtarizimin, ndërkohë që asnjë prej universiteteve shqiptare nuk gjendet në listën e rankimeve ndërkombëtare, pasi mashtroi me akreditimin e programeve studimore, prej të cilave ende nuk janë akredituar më shumë se gjysma e programeve dhe studentët mbajnë në duar copa kartoni, pasi mashtroi me mbështetje financiare për kredi studentore dhe bursa për degët prioritare, i mashtroi me kushte moderne akomodimi në qytetin studenti në Tiranë, sërish vetë kryeministri i transferon tashmë studentët në Durrës, Universiteti Aleksandër Mojsiu i të cilit pezulloi mësimin për ditë të tëra prej përmbytjeve. Para se të miratonte ndërtimin e kampusit studentor në Durrës, kryeministri duhet të zgjidhte problemin e përmbytjeve për nxënësit dhe studentët. Projekti një kampusi studentor në Durrës pasqyron realitetin dramatik në Universitetin Aleksandër Mojsiu, i cili përballet me mungesë studentësh dhe mungesë infrastrukturore dhe nga ana tjetër lidhet hapur me interesa ndërtimore klienteliste. Qendra e shërbimeve arsimore raporton se për vitin akademik 2024-2025 mbetën 10.000 vende bosh në auditorët universitar, ndërkohë që studentët me mesataret më të larta preferojnë dhe ndjekin studimet në universitetet jo publike. Universitetet prej vitesh janë në agoni të plotë dhe për këtë autori parë është zoti Rama. Nga ligji 80/2015 që po përpiqet të arnojë te financimi më i ulët buxhetor krahasuar me vendet e rajonit. Nga rënja drastike e numrit të studentëve te taksa vjetore më e lartë se vendet europiane që paguajnë ata, nga varësia politike e administrimit të universiteteve te klima e frikës dhe shantazhit që është bërë natyrshme për botën universitare. Universiteti publik nuk është trajtuar kurrë si e mirë publike, por si tepsi qokash për interesa politike dhe klienteliste. Rasti i Kolegjit e Europës, i drejtuar nga ish zyrtarja e lartë e Bashkimit Evropian Federica Mogherini, është simbol i mungesës së transparencës, korrupsionit dhe keq menaxhimit. Në vend që t'i mbajë dhe t'i mbështetë studentët në Tiranë, Edi Rama i largon ata në Durrës duke pranuar dështimin e premtimeve të qeverisë për qendra studentore moderne në Tiranë, e njëherësh duke i nxitur të rinjt të largohen jashtë vendit. Ftoi studentët dhe komunitetin akademik të reagojnë dhe të protestojnë më 24 janar dhe të japin përgjigjen një pushteti që përdor çdo mekanizëm për të shkatëruar arsimin e lartë dhe për t'i mohuar të rinjve të ardhmen në vendin e tyre. Faleminderit.